pra. Provoje pra. Atë zgjatë shpullën. Hajde provoje. Preku njëri. Hajde provoje. Preku njëri. Ha. Hajde pra provoje shpullën. Hajde provoje. Hajde provoje shpullën. Hajde provoj ti. Hajde pra. Ti ma zgjatë. Çfarë zgjata? Çovi sa i forti. Hajde. Presish veshët, the do pres veshët. Hajde prej. Hajde prej veshët. Hajde pra. Hajde prej veshët. Hajde gjyti. Hajde. Hajde gjyti. Hajde gjyti. Ti ka shumë punë fizike. Veshët. Atë presish veshët. Hajde prej. Hajde pas do gjuje. Hajde gjyti. Po gjyti tjerë. Tjerë me gjyti. Tjerë me gjyti. Zgjadë shpullën. Tjerë me gjyti. Ku e pe? Tjerë me gjyti. Po ti. Zgjadë. Unë çfarë? Hajde pra. Tjerë. Hajde. Ti pra. Ose rriurt aty ose mos e çon fare. Ti rriurt. Ose rriurt ose Ti rriurt. Ti. O liburush. Po ti çaj jeti. Ti çaj jeti. Para te më i madh. Ti çaj jeti. Ti çaj jeti. Para te o sa lart jam para te. Po e shoh sa i O sa lart jam para. Tani këtë video e lash Kastile ka gjatë për ta parë se sa gjatë shkoi ky ndërveprim gati fizik dhe e kam me të dy, edhe me Mirin edhe me Mateon. Për mendimin tim është e papranueshme kjo situatë. Pse? Sepse ne që shohim Big Brother, ne që komentojmë fansat e tjerë, spektatorin përgjithësi që shikon këtë reality show, nuk e shikon për të pasur kush është më gangsteri aty. Nuk është vend për të tregu gangsterlik. Nuk është vend për të treguar sa i fortë je fizikisht. Aty është vend për të treguar sa argumenta ke, për të treguar çfarë strategji ke, kush e ka strategjinë më të mirë, për të parë kush i bën aleancat më të mira, më të shëndosha në gjithmonë në kuadër të lojës aty brenda, por nga ana tjetër, mos harrojmë që është një reality show. Dhe normalisht, mund të ndodhin këto, po këto janë shumë të këqija, janë shumë të turpshme. Për mendimin tim, i kemi pas dhe ne kur ishim Big Brother dhe mund vjen turp kur e shikoj ndonjëherë veten që kanë bërë diçka të tillë. Dhe nuk do ishte e mirë. Nuk do ishte e mirë. Po të kthehesha mbrapsht nuk do ta bëja më. Dhe me thënë drejtën nuk kam çaj komentoj më tepër kësaj, por shpresoj që skena të tilla t'i shohim sa më pak në Big Brother. Të shohim më shumë debat, të shohim më shumë argumenta, të shohim më shumë strategjira, të shohim më shumë batuta, të shohim më shumë ironi, të shohim më shumë provokime të bukura, të shohim më shumë lojra të bukura që të themi edhe ne sa bukur e ka gjetë. Ra brenda e tjetri, po sa bukur e ka gjetë ky që e ka provokuar.